Pam, 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 pam. Nuk është mesazhi që duhet të japi Big Brotheri, nuk është vendi ku duhet lejuar dhe promovuar dhuna. Të gjithë ata që e kanë ndjekur ditën e sotme, sigurisht edhe për ata që nuk e kanë ndjekur, jam unë këtu për t'ju thënë, nuk e konceptoj dot, nuk gjej dot një arsye, nuk gjej dot një logjik, nuk e gjej kurse si në kuadër të lojës kërcënimet që Rogerti i bën Mateos, duke i thënë, unë me racën time do të vi tek palestra, aty do të sqarojmë. Nga ana tjetër, është shprehur që nuk do të kaloj në kontakt fizik, e kemi parë edicionin e shkuar që dhuna është dënuar, janë përjashtuar me zarf të zi, e ndërkohë, deklaratat e tilla nuk po dënohen nga produksioni. Më lejoni që gjithmonë e marr si shembull në Big Brother 2-shin është përjashtuar aktorja Eva Lika, psi tha Luizit, do ta çaj kafkën, ku si ndërkohë kërcënimet e vazhdueshme, po mbetën vetëm te kërcënimet, nuk po shkoj tek gjërat negative që ka bërë Rogerti, te kërcënimet asnjë mas, asnjë zarf nuk ka ardhur nga produksioni. Sigurisht është e kuptueshme për sa kohë ky Big Brother ka qenë agresiv, sulmues, gjykues, denigrues, shkatrues, çdo energji të keqe, çdo mesazh të keq është dhënë në të Big Brother. Por uroj shumë që Dajaku realisht të marrë fund në një format si Big Brother e të mos promovohet, e të mos shkojë në finale. Jam dakord me ata që mendojnë që në finale duhet të ishte Brikena, por do të jap mendimin tim në pjesën tjetër të troç me Redin. Po sigurisht duke u mbetur këtë qasja që ka Rogerti, që duke bërë dhe biseda me mikesha të mia që jetojnë dhe në Amerikë, që janë mjeke, realisht po flasin për ndoshta një person që ka probleme të shëndetit mendor. Uroj shumë që të mos jetë ky rast, pasi realisht do të kemi probleme me atë çfarë do ndodh pas Big Brotherit apo dhe me edicionet e ardhshme. Sigurisht që është e çuditshme forma se si u shfaq Rogerti pasi mësoi që do të ishte finalisti 4, siç edhe e tregova në Instagram me djegësit e mi, qasja e tij shumë triumfuese, shumë allështore, shumë dhunuese ndaj publiku, duke kërkuar që duhet bomba, unë duhet jem në finale, unë jam ai, unë jam ky. Pastaj u gërhu Shmiri duke ulur poshtë mikun e tij, pasi tha të 99-tat, pasi tha të 100-tën, pasi tha princesin, pasi u hakorrye, më pas u bën shoku, bën aleat, ndërkohë të shtunën në mesnat, ku ishte edhe e diela që mori biletën për të qenë në finale, u pa një Rogert agresor, u pa dhe vijojmë ende që të shikojmë një Rogert që kërcënon dhe nuk e ka ulur tempin as me provokime që i thot Mirt dhe Selin, po ju do të keni diçka jashtë. Pra po bëjnë gjithçka për këtë lojë, ndërkohë realisht nuk po bën asgjë të mirë, se vetëm me këtë energji të keqe, vetëm me degjinerimet që ka bërë, vetëm me lojtarin që ka menduar për lojën, nuk dua të justifikoj dhe nuk dua ta pranoj që në kuadër të lojës ka zgjuar lojën, ka bërë dinamika, se në fund të ditës çfarë ne analizojmë, çfarë ne marrim si produkt final për publikun, shikojmë vetëm Dajaku. Por sigurisht duke u mbetur tek zhvillimet e tjera të shtëpisë, kemi në ato që unë shikoj 2 lojtarë që janë padyshim pretendent, i kam thënë që nga herës kok më kok, unë shikoj vetëm Selin dhe Mateon, ky fundit çdo ditë më shumë, po ju tregon banorëve aty brenda, se ne që jemi jashtë e kuptojmë potencialin që ka, e shikojmë mbështetjen që ka, sikurse u shpall edhe fitues në 2 sfidat që ishin të ekspozuar në prajmin e së shtunës. Kjo tregon dhe një herë tjetër masivitetin e votave, mbështetjes që ka Mateo dhe pëlqyeshmërinë që ai ka në masë e jashtëzakonshme tek një publik që vlerëson një karakter të drejtë, një djalë që nuk është lëkundur kurrë nga loja, nuk ka bërë pazare për lojën, nuk ka përdorur maska, ka qenë i qëndrueshëm përballë çdo situate, përballë çdo kërcënimi, përballë çdo degradimi që kanë prekur familjen, që kanë prekur motrën, që kanë prekur babain, që kanë prekur Brikenën, ashtu sikurse e provokoi dhe Rogerti duke i thënë ta nxora gruan jashtë, ose që i tha dhe sot që e ftoi që personin e zemrës ja
jepte Rogertit për të treguar Rogerti që është burr edhe me një lloj batute të bukur i tha kam dajnë personin e zemrës, po duash mere. Pra, është bërë gjithçka për ta nxjerrë nga binarët Mateo, nuk ka dalë në asnjë formë, në asnjë mënyrë dhe kjo tregon një maturi, një pjekuri dhe një shembull që ne duhet të japim se në fund të ditës nuk duhet të japim shembull dajaku, por duhet të japim shembull se ekrani dhe media, formati si Big Brother, padyshim që është një reality show dhe ka nga gjithë karakteret, por mesazhi që ne duhet të japim në këtë shoqëri ku dhuna është e pranishme si nga politika, nga shoqëria civile, nga jeta e përditshme, nga situatat, nga stresi, ne dhunojmë jo vetëm fizikisht, por dhunojmë edhe nga qasje dhe mënyra të ndryshme që kurse si në një format si Big Brother nuk duhet lejuar dajaku. Se nga dajaku nuk sjell asgjë. I leni ato që thonë ka dalë nga xheneti, janë prallëra me mbret. Tani një pyetje që bëjnë të gjithë është ku është Brikena, pse është në heshtje, pse nuk po flet, pse nuk ka reagim nga jo, a e meritonte të kishte fatin vetëm të ishte pjesë e gjysmëfinales apo duke parë të gjithë popularitetin që ajo ka tek audienca që shkoi, të qenurit një nga lojtaret më të diskutuara nga Kosova dhe pse është paksa me siklet dhe ha një tjetër debat kjo a duhet parë Big Brother si bashkim gjeografik, historik të kombit, apo duhet parë në atë që është individi brenda një loje dhe se si zhvillohet ky individ pa marrë përcaktimin e tij gjeografik, pa marrë përcaktimin e tij kulturor apo pa marrë përcaktimin e tij krahinor. Por sigurisht që Brikena dhe Shndriti mbetën në gjysmëfinale dhe la si një lloj shije që një shqiptar i Kosovës nuk shkoi në finale dhe pse duke parë realisht qasjen në rrjetet sociale. Në çdo sondazh, Brikena ka qenë votuar për të qenë pjesë e finales, jo vetëm për historinë që kishte me Mateon, por të qenurit një personazh me një normë, me një edukat, me një qytetari, me një vajzë që nuk shkeli kurrë lojën për të dalë nga vetja, për të bërë konsum i situatave në shtëpi, edhe pse me disa sjellje dhe me disa gestikulacione, fjalë që e thoshte padyshim është bërë shpeshherë pothuajse çdo ditë pjesë e emisioneve, debateve, diskutimeve në lidhje me ato që flitet dhe komentohet për Big Brotherin, e kam thënë një nga banoret me një ndikim dhe me një peshë për te trojve shqiptare, e kemi parë një viralitet të madh që ajo ka edhe në Tajland, në Brazil, që e fitoi kur ishte edhe në Miss Grand dhe e ka me vete këtë audiencë që komentoi shumë pjesëmarrjen edhe le të themi më saktë të gjithë mbarvajtjen e dasmës dhe sigurisht që rriti vëmendjen e Big Brother të Shqipërisë që shkoi ndërkombëtar dhe kjo është një tjetër fitore që fal Brikenës, Big Brotheri dhe Top Channel-i e mori. Por sidoqoftë, ku është një lojë që nëse do të shikojnë finalistët, janë ata që kanë debatuar më shumë, që kanë shfaqur një lloj agresioni, që kanë shfaqur një lloj gjykimi, paragjykimi, goditje, gjuajtje, zhvlerësimi të qenies dhe të parimeve. Një figurë si Brikena, kaq e fishme dhe kaq me këmbë në tokë, me edukat, me një mirësjellje, ndoshta ka qenë jo e duara për ata që e kanë parë si një lloj jo plotësimi të kësaj finale me një element që padyshim do të mungojë e që Brikena e ka dhe nuk ja heq askush asnjë karrike në finale, se ka treguar historia edhe emrat më të mëdhenj që janë sot pjesë e ekranit që kanë dalë nga Big Brother nuk kanë shkuar në finale, por janë aty me një post të mirë pune, me një audiencë që i mbështet, i shikon dhe janë pranë tyre në çdo moment. Pra sidoqoftë për ta përmbyllur, nuk të çon karrikja ty tek audienca, por të çon njeriu, ai ose ajo që ti je, që padyshim Brikena është në masë të madhe tek çdo audiencë, tek në çdo troje ku janë shqiptarët që kanë pëlqyer atë vajzën me parime që unë thash, atë vajzën e kujdesshme, love storyn me Mateon, mbrojtja që i bënte Mateos, mbrojtja që i bënte raportit të tyre duke mos e kthyer në ushqim tek banorët e tjerë, dhe ajo vajza që padyshim është një meme me të gjitha veprimet që ka bërë me popularitetin dhe me atë lishmërinë e saj me batutat që her pas here i bënte edhe gjatë prajmit. A presim ne që për herë të parë në historinë e Big Brotherit një finalist të përjashtohet me zarf të zi,
edhe mund të ndodhë ky Big Brother ka treguar që është i çudive dhe të mos u çudisni nëse Rogerti do dal nga shtëpia e vëllait të madh pa prekur finalen dhe me një zarf të zi që të ta nxjerr nga shtëpia si pasojë e dajakut. Por urojmë që vetëm të jetë një lloj fasade që Rogerti e ka thjesht për të provokuar Mateon, që besoj që janë të nxitur, duke marrë të gjithë sinjalet që ky djalë është i votuar, që ky djalë ka mbështetje, që ju rrezikon atyre, pra Rogertit, Mirit dhe Selin fitoren, edhe pse të gjithë e duan fitoren, fitoria dhe triumfi i Big Brotherit bëhet me dinjitet, bëhet me pastërti, edhe nuk bëhet me 1200 e 300, nuk e di sa fytyra, edhe me fuqizim të dajakut. No, nuk është ky Big Brother dhe nuk jemi ne një shoqëri që promovojmë dhe duam dhunën. Do doja të dija mendimin tuaj të gjithë të qasjen që ka pasur Rogerti, por edhe të banorëve të tjerë. Kë shikoni më pranë finale si do t'jenë këto ditë, për edhe mos shkuaren e Brikenës në finalen e madhe të Big Brother Albania VIP5 që është këtë të shtunë në datën 18 prill. Por u mendoj që e gjithë qasja që ka Rogerti është thjesht për të kamufluar veten, se mund të jetë një frikacak, mund të jetë një lepur që do të sillet si Luan, që ka këtë si formë të lojës së tij, ose ndoshta realisht është ajo që diskutova në krye të herës të diskutimit tim dhe të qasjes të analizës time, që ka probleme të shëndetit mendor, por që janë specialist, nuk jam unë ai që dua ta diskutoj, nuk i kam aftësitë, prandaj e hodha si tezë të bashkëbisedimeve që duke lexuar dhe në komentet në rrjetet sociale, por edhe të profesionistë të fushës që e kanë hedhur si diskutim këtë qasje të veprimeve që bën Rogerti. A i dini sa gishta janë këtu? Janë 5. Kanë të bëjnë me atë çfarë po i ndodh Brikenës, që pas prajmit të së shtunës e diel sot e hënë, pra vetëm pak ditë Brikenës në Instagram janë shtuar 50.000 njerëz. Kjo do të thotë që interesi, impakti që ajo ka lënë duke mos shkuar në finale dhe i gjithë kurioziteti i njerëzve se çfarë do të thotë Brikena, çfarë do të thotë ajo në lidhje që nuk shkoi në finale, çfarë do të thotë për Mateon, disa detaje për lojën, pra kurioziteti përkthehet në shifra, edhe pse vetë ajo nuk ka reaguar ende në rrjetin social Instagram, i cili është kthyer në ditët e sotme në mjetin që bashkon njerëzit me personazhin, ku e fundit ka bërë vetëm 3 postime, 2 kanë të bëjnë me buqetat e mëdha që fancat i kanë çuar për ditëlindje, dhe më kryesori që tregon edhe vendosmërinë e saj është thirrja për të mbështetur dhe për të votuar Mateon si fituesin absolut, siç edhe Brikena u shpreh kur ishte në studion në prajmin e së shtunës pas eliminimit të saj. Për mua të padrejt, edhe pse komentet janë të shumta, po shikoj kudo që po flitet pse Brikena nuk është pjesë e finales, ka të bëj me gjithçka për lojën, disa e lidhin që duhet ishte patjetër një shqiptar i Kosovës në finale, për sa i takon heshjes së Brikenës, sigurisht që është e kuptueshme kjo gjë edhe për të matur, duke thënë po prito vlla, nëse do më duan realisht, duhet të më ndjekin, duhet të jenë aty duke treguar që në fund të ditës pse duhet ketë një reagim Brikena tani, ajo duhet marrë kohën për të qetësuar se ka pasur një rrugtim një të lehtë dhe padyshim një rrugtim që i ka vënë vulën një personazhi si ajo, siç ka qenë edhe në një video që vetë stafi i saj ka bërë publike në rrjetin e saj Instagram, duke thënë që hyra si një Briken dhe dola versioni më i mirë. Këtë e kam bërë në atë analizën time. Brikena ka dalë në versionin e saj më të mirë, më e pjekur, më pranë audiencës, më në këmbë në tokë, dhe padyshim lum ata që rilindin në një format si Big Brother, dhe Brikena është njëra prej tyre. Por më kryesorja, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube dhe t'i thoni jo dajakut.